Le të hapim së bashku kapitullin 7 të Danielit. Ju lutemi lexoni Danielin kapitulli 7, vargu 23. Dhe ai më foli kështu: kafsha e 4 do të jetë një mbretëri e 4 mbi tokë, që do të jetë ndryshe nga të gjitha mbretëritë e tjera, dhe do të hajë tërë tokën, do ta shkelë dhe do ta thërmojë. 10 brirët janë 10 mbretër që do të dalin nga kjo mbretëri, mbas tyre do të dalë një tjetër, që do të jetë ndryshe nga të mëparshmit dhe do të rrëzojë 3 mbretër. Ai do të shqiptoj fjalë kundër shumë të lartit, do të përndjek shenjtorët e shumë të lartit me qëllim që t'i shfaros dhe do të mendoj të ndryshoj kohrat dhe ligjin. Shenjtorët do të bien në duart e tij për një farë kohe, disa kohë dhe për gjysmën e një kohe. Pastaj do të bëhet gjyqi dhe do t'i hiqet sundimi. Këtu është shkruar: armiku, djalli, që qëndron kundër Perëndisë, do të ndryshoj kohët dhe ligjet e përcaktuara nga Perëndia. Me fjalë të tjera, çfarë do të bëjë ai me beslidhjen? Ai do të ndryshoj plotësisht gjithçka, domethënë do ta shkatërrojë. Me që Jezusi e dinte tashmë se beslidhja do të shkatërrohej dhe do të shpifej nga djalli, përpara se të ngjitej në qiell, çfarë e la ai këtë beslidhje si në tokë? Ai e la këtë si testamentin e tij. Ai donte që njerëzit e vërtetë, që ndjekin të vërtetën dhe dëshirojnë mbretërinë e qiejve, ta mbanin këtë beslidhje deri në fund. Kjo është arsyeja pse ai e caktoi këtë beslidhje si testamentin e tij të fundit. Le t'i hedhim një vështrim kësaj çështjeje te Hebrejt kapitulli 9, vargu 15. Ju lutemi, lexoni këtë. Për këtë arsye ai është ndërmjetësi i beslidhjes së re që kush është Krishti? Çfarë lloji të dërguari erdhi në këtë tokë Jezu Krishti? Ai erdhi në këtë tokë si i dërguari i beslidhjes. Cila beslidhje është ajo? Beslidhja e re. Ai është ndërmjetësi i një beslidhjeje të re. Me anë të vdekjes që u bë për shpërblimin e shkeljeve që u kryen gjatë beslidhjes së parë, të thirrurit të marrin premtimin e trashëgimisë së amshuar. Trashëgimia e përjetshme e premtuar tregon çelësin më të rëndësishëm për të hyrë në mbretërinë e qiejve. Ky çelës është beslidhja e re. Përmes kësaj beslidhjeje, ne do të marrim premtimin e trashëgimisë së amshuar. Le të vazhdojmë, sepse atje ku ka një testament do të ketë me do e mos edhe vdekjen e trashëgimlënësit. Sepse testamenti është i vlefshëm vetëm pas vdekjes, sepse nuk ka kurfar fuqie derisa trashëgimlënësi ende ron. Çfarë do të thotë një testament në këtë varg? Çfarë do të thotë? Ai vendosi me vendosmëri beslidhjen si testamentin e tij për të na lënë ta mbajmë këtë beslidhje deri në fund. Megjithatë, shumë njerëz shpërfillin beslidhjen e vendosur nga Jezu Krishti, i cili erdhi në këtë tokë si lajmtari i beslidhjes. Ata nuk e kuptojnë rëndësinë e beslidhjes. Në kapitullin 8 të Hebrejve është shkruar se ata që nuk marrin beslidhjen e re dhe nuk jetojnë në beslidhjen e re, nuk mund të quhen popull i Perëndisë. Ka një arsye të qartë pse ne duhet ta kemi këtë beslidhje. Le të hedhim një vështrim te Hebrejt kapitulli 8 vargu 7. Sepse në qoftë se beslidhja e parë do të që e pa të metë. Nëse nuk do të kishte të keqe, nuk do të që nevoja të kërkojë vend për një tjetër. Sepse Perëndia, duke i qortuar, thot: ja po vijnë ditët kur do të bëj një beslidhje të re me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e Judës. Perëndia vendos beslidhjen e re, por jo në mënyrë arbitrare. Ka një qëllim, një vullnet dhe një kuptim në vendosjen e beslidhjes. Beslidhja e re është beslidhja që ka vendosur i dërguari i beslidhjes. Ja po vinë ditët kur do të bëj një beslidhje të re me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e Judës, jo si beslidhja që bëra me etërit e tyre, ditën që i mora për dorë për t'i nxjerrë jashtë nga toka e Egjiptit, sepse ata nuk qëndruan besnik në beslidhjen time dhe unë i braktisa, thot Zoti. Dhe kjo është beslidhja që unë do të bëj me shtëpinë e Izraelit pas atyre ditëve, thot Zoti. Unë do t'i shtjell ligjet e mia në mendjet e tyre dhe do t'i shkruaj në zemrat e tyre, dhe do të jem Perëndia e tyre dhe ata do të jenë populli im. Pastaj, dhe do të jem. Çfarë do të jetë ai? Perëndia e tyre. Çfarë beslidhje duhet të kemi në mënyrë që Perëndia të jetë Perëndia ynë? Atyre që kanë beslidhjen e re, Perëndia u tha: unë do të jem Perëndia juaj. Dhe ata që kanë beslidhjen e re, do të jenë populli im. Për këtë arsye, ai erdhi në këtë tokë me misionin e të dërguarit të beslidhjes dhe vendosi beslidhjen e re. Megjithatë, a besojnë në këtë beslidhje njerëzit që pretendojnë se besojnë në Jezusin sot? Ata as nuk e dinë se Jezusi erdhi në tokë si i dërguari i beslidhjes. Ata as nuk e dinë se çfarë lloj beslidhjeje kishte vendosur Jezusi. Ata thjesht jetojnë një jetë besimi me një besim të paqartë.
Megjithatë, duke qenë se ju dhe unë kemi beslidhjen e re të caktuar nga Jezusi që erdhi në këtë tokë si lajmtari i beslidhjes, Jezu Krishti bëhet Perëndia ynë dhe ne bëhemi populli i tij i vërtetë. Vetëm njerëzit e vërtetë mund të hyjnë në mbretërinë e qiejve dhe të marrin mbrojtjen e Perëndisë.